Kështu jemi gati për të bërë dhe kontrollin e temperaturës të llampave. Ky është një aparat, siç ju thash dhe më parë, i tipit MK500A, me një fuqi për 500 kW. Dhe me këtë fuqi jemi të parët në Ballkan dhe të dytët në Europë. Kontrollojmë llampat me radhë, filamentet për mbi nxehje. Deri këtu çdo gjë në rregull. Kalojmë pastaj te stadi i 4-të. Një stad që punon në klasën C. Stadi i 3-të. Stadi i 2-të dhe stadi i parë janë sirtar me llampa të vogla. Më pas kalojmë në stadin e 5 të shite frekuencës ulët. Një llampë siç tham, llampa tjetër është rezervë. Dhe më pas stadi i 4-të, po i frekuencës ulët. Tash, pasi jemi siguruar që temperatura është normale, kalojmë dhe i mbyllim dyert me radhë. Dyert e këtij aparati janë gjithat pajisura me disa sensor të vendosur në seri me njëri tjetrin. Pra, kjo do të thotë që duhet të jenë të gjitha dyert të mbyllura që ne të marrim okay. Përndryshe, aparati nuk do na kalojë më në fazët pasardhëse. Vazhdojmë me radhë. Tashti, kjo është dera fundit. Po ta shihni, llampat janë të dyja fikur. Në momentin që mbyllet dera fundit, llampa bëhet jeshile dhe jemi gati. Tashti, aparati që në fillim ka qenë i tokzuar, duhet vendosim çelcat, ta heqim nga tokëzimi dhe ta kalojmë nën tension. Pak e vështirë. I thrasim përgjegjësit elektrikut. Dhe tash është çdo gjë gati. Kalojmë prapë tek pulti i komandimit. Stadi i 3-të zbaton tensionin minus 1.1 kV për llampat. Stadi i 4-të është 3.5 me 2 hapa. Siç e ngjuat, hapi parë dhe hapi dytë. Tash i bëhemi gati për t'i dhënë edhe stadit të 5-të. Çdo gjë gati. Kemi dy çelcat. Çelci i elektroneve dhe çelci i transmetimit. I kyçim të dy. Një sekond, pa. Tjetra. Kyçim të parit. Kyçim dytin. Tensioni është minimal. Dhe për këtë aparat duhet që tensioni të jetë gradual dhe me shkallë. 1.5 MHz. Radio Tirana. Tashti mund të themi se jemi në transmetim. Këto janë pajisjet tona të monitorimit. Pra, dhe prova për këtë aparat u marë. Aparati do lehet, do fiket, dhe do lehet në një gjendje stand-by deri në orarin e transmetimit.